Tani, që gjithkush ka drejtën të futet në sistem dhe njerëzit e mirë dhe të këqij dhe çdo person i çuditshëm ekzibicionist, kjo është dakord. Por nuk duhet të shpërfytyrojmë konceptet politike dhe shtetërore. Që të nisim nga aty që deputeti nuk përfaqëson vetëm zonën e vet elektorale, por përfaqëson gjithë Shqipërinë sepse bën ligje për gjithë Shqipërinë. Këta e ka Anglia dhe i bie që Anglia është sistem kriminal sepse deputeti një zone bën ligje për gjithë Anglinë. Unë theksova që faza në cilën ndodhemi ne. Më lejo ta ezaroj unë, nuk është në fazë kjo, më lejo ta ezaroj unë argumentin politik. Teoria më kryesore në drejtën kushtetuese është që sovraniteti vjen nga secili deputet tek e tek dhe shkrihet në parlament si i gjithi. Nuk e kanë prodhuar unë këto, e kanë prodhuar kokat më të mëdha të konstitucionalizmit politik europian. Pra dhe nuk ka të bëja që me qenë se deputetët marrin vendime për të gjithë Shqipërinë, ata duhet të jenë në një zonë elektorale të vetëm. Është argument i dobët. Në çdo vend, Angli, Francë, Gjermani, Amerikë, deputetët shkojnë nga zonat elektorale, pastaj marrin vendime për gjithë Amerikën, për gjithë Francën, për gjithë Anglinë. Sa ju përket bandave, një sekond, sa ju përket bandave, sa ju përket bandave, është e vërtet sepse mazhoritar është dhe Amerika. Jo, s'është. Nuk është mazhoritar Amerika? Nuk është kështu siç e the ti. Po çfarë, si është? Do të ta shpjegoj. Ma shpjego si është Amerika. Po, Amerika nuk është mazhoritar, si është? Amerika funksionon në dy nivele. Po. Në nivel senati dhe në nivel kongresi. Po. Numri i atyre që janë në kongres dhe numri i atyre në senat është i ndryshëm. Po. Për një nga strukturat ka një numër të njëjtë për çdo shtet, dhe për një nga strukturat numri është në raport me popullsinë. Kjo është bërë që shtete të vogla si Delaware, të cilat kanë shumë pak peshë në numrat elektoral, të kenë peshë të njëjtë me Texas, sa i takon vendimarrjeve në nivel federal, që ka 36-40 herë më shumë popullsi. Ajo është një strukturë federale që nuk ka lidhje fare me Europën dhe me Shqipërinë. Sistemi elektoral është mazhoritar gjithsesi. Tani bandat. Qofse keni merak që hynë bandat me këtë sistemin mazhoritar, unë mund të them që nëse sot bandat në parlament kanë 5 mandate, me proporcional kombëtar bëjnë 15 mandate. Jeni të sigurt për këtë? Kishin 19. Ishin të Partisë Socialiste, ato po them të partisë të vogla, të partisë vogla, të partive të vogla, dhe ata 19. Vëri prag 5%. Dhe ata 19. Vëri prag 5%. Një sekond më lejo. Ata 19-ët me sistem proporcional kombëtar prap futen aty nëse është vullneti i kryetarit të partisë për t'i futur aty. I fut në lista i kuotohen vetë ata. Pra, nuk mund ta paraqesim në sistemin mazhoritar si një sistem i cili favorizon bandat, nuk i përgjigjet sovranitetit dhe nuk i përgjigjet asgjëje. Është sistem i mirë, por është sistem i palevërditshëm për ata që debutojnë në politikë. Është sistem i konsoliduar shtetëror, por nuk ka asnjë krim që partitë të cilat duan të debutojnë të kërkojnë t'ju shumëzohet vota në një zonë të vetme zgjedhore. Nuk është krim, por në favor të këtij pretendimi nuk duhet të përpiqemi të delegitimojmë në sistemet të tjera të cilat janë shumë të mira dhe funksionojnë shumë mirë në vende demokratike si Britania dhe Gjermania, vetëm sepse ne kemi sot këtë interes. Ky është interes normal. Parlamenti 2005-2009 mund të ketë qenë ndër parlamentet më të mira në Shqipëri. Dhe ishte një parlament i prodhuar nga mazhoritari. Si do ishte mazhoritari sot për Shqipërinë? Se këtë po thotë mazhoritari sot për Shqipërinë do të ishte shumë i mirë, sepse por do fuste këto që thotë Adriatiku, cilët do fuste me shumicë, apo jo, ky është rreziku. Ku ke pasur me shumicë në 2005-2009, ka qenë parlamenti ndër më të mirët. 2008-a, ndryshimet kushtetuese u bën pikërisht për të ndalur këto balozët që vinin nga rajonet. Nuk është për të ndalur balozët. Më lejo të ta shpjegoj shpejt se të mora shumë kohë, lutem. Ta mbyll. 2008-a nuk ishte për ata. 2008-a i mori balozët nga proporcionali dhe i mori nga mazhoritari dhe i futi balozët prap në proporcional. Se shumica këtyre balozëve pas 2008-ës erdhën në proporcional. Kjo ishte për të polarizuar sistemin politik, për të forcuar bipartizmin. Dhe balozët nuk ishte qëllimi. Ata shpjegoj një sekondë dhe 30 sekondat, lutem. Se thash 1 sekondë 30 sekondë. Po shpendin pa i u bë sepse Sali Berisha pas Gërdecit kishte nevojë për garanci dhe i mori një nen. Po them argumenti që ka qenë më pas o lere argumentin me cilin duan ta maskojnë. Po t'i themi njerëzve argumentin e vërtet. Kishte nevojë për një nën kushtetues që do të parandalonte mocionin e mosbesimit të një grupi për 20 deputetë të asociuar me zotin Bamir Topi kundër tij.
Dhe Edi Rama kishte interes për të zhdukur partitë e vogla të tjera në krahun e majt dhe për të forcuar bipartiizmin. Dhe Edi Rama i dha Sali Berishës ndryshimet kushtetuese, Sali Berisha i dha Edi Ramës dorë tek çepja e sistemit elektoral, domethënë tek listat e përbëra. Erdhën në vitin 2017 informalisht dhe në vitin 2020 formalisht i shpërbën listat e përbëra dhe mbaroi muhabeti, por sot duhet ta ndajmë. Duam sistem me bazë individi, që është proporcionali, apo duam sistem me bazë partinë politike, që është proporcionali dhe sistem me individin që është majoritari. Pra duam ta ndajmë ku do shkojmë. Pra nëse demokratizimin nuk e jep domosdoshmërisht proporcionali kombëtar, e jep majoritari, por skena politike mund të negociojë për një proporcional, se kanë negociuar dhe për proporcional rajonal 2008-ën. Po për demokratik është majoritari. Unë bie dakord me dy kolegët për sa i përket argumentave që paraqesin për njërin sistem apo për tjetrin. Shikoj, kjo është çështje kulture politike, çështje vullneti. Ti mund të më sjellësh mua sistemin që garanton Finlanda, që është një nga popujt më të lumtur të botës, Danimarkën, po ta sjellësh atë sistemin e Danimarkës, ta bësh me këtë lloj klase politike, ata tash bëjnë edhe sistemin danez. Domethënë do dalë një frok, një fran, një fort nga Lezhë, nga Shkodra, nga Dibra, edhe do të ndikojë ty sepse ka paran. Kaq e thjesht është këtu. Se identifikoi vetëm Lezhën. Futu dhe nga jugu se do thonë ata bëre kraj realizëm. Fieri, Vlora, Saranda, kudo që ka, se ka bosa ka, më thonë, ne jemi kthyer këtu në filmin Çukur. Është e turshme, po ka daja në çdo lloj lagje. Kjo nuk është prodhimi politikës. Kjo është, nuk e di, prodhimi një lloj sistemi politik dekadent që vjen si pasojë e një regjimi që qoftë larg, 45 vjeçar që degradim shoqëror kanë humbur vlerat, në thelb fare kanë humbur vlerat. Domethënë, është faji i Edi Ramës, si Sali Berishës, si Shpend Gashit i Adriatic Club që nuk mori Redin që është intelektual, po mori Shpendin që është debil komplet edhe i fort, ka lek. Por nga ana tjetër janë edhe zgjedhësit që shiko kur e shikon që ty nuk të përfaqëson asnjëri, absteno. Tani këtu është problemi që futet politika, atë abstenimi, është ajo që tha Adriatiku. Momentin që unë nuk votoj fare për Edi Ramën, del vota ime 0, ky sistem, formula, ja jep Edi Ramës. Ta jep Edi Ramës. Pra në thelb unë nuk kam dalë votim, po kam votuar me mosvotimin tim. Dhe në shkenca politike kemi mosvotimi është formë votimi. Prandaj shko më mirë dhe grise se sa mos votosh, se ul kuotën edhe rrit përqindjen aty me 0,1, 0,2 merr mandatin. Dhe t'jap unë ka sintlagi moderuar të hond. Tani në proporcional rajonal me listat mbyllura, nëse Adriatiku futet pa koalicion, futet parti Shpendi Adriatiku i Ndriti, vemi në partinë e kemi një prag elektoral më të madh se sa ata. Dhe nga ana tjetër neve llogaritëm me formulën të hond, që është pjesëtim për 1, pjesëtim për 2, pjesëtim për 3. Ndërkohë që Sali Berisha, Edi Rama, kur futen edhe me PBD1, PDK, tër partia Ora, partia Gjitarëve, liçi nisen me prag më të vogël, po pjestohet mandati parë me 1.4 me sentlag moderuar, që aty ti e fiton e përsi numerike, dhe ti vazhdon e fitove. Pra, tata kanë mbytur me formulë, unë vi nga shkencat politike. Qa është problemi majoritarit? Problemi vetëm që ka majoritarit që është hequr. Majoritari është mos përfaqësimi. Është mos përfaqësimi, është ajo që ta pak Adriatiku. 51 Shpend Gashi, me 49 Adriatic Club, e marr unë këtë dhe 49% që nuk quhet fare, nuk përfaqësohet. Në gjithë vendin. Kjo pastaj ka të bëjë me kulturën politike, që Shpend Gashi, përfaqësuesi Shqipëria bëhet i PD-s, i PS-s, duhet marrë edhe elektoratin. Pra unë jam i zonës elektorale, po që përfaqësohet edhe interesat e votuesve të Adriatikut. Po kjo ka të bëjë me kulturë politike. Tani ne themi pse nuk jemi amerikan. Ne jemi, më thënë, kulturalisht, fatkeqësisht, në mas të madhe, zotin falt, po ne jemi mbetje osmane, në mentalitet. Pra jemi arkaik, jemi feudal, jemi me feude. Pra kjo është toka ime, thot. Më thënë, ai forti është, unë du intereset e mia. Lord of the Votes është në Afganistan. Shumë bukur. Tani, në çfarë do më thoni një sistem ju mua, më të kulluarin, që mund ta praktikosh në Shqipëri dhe mund të zhbësh ti tër hajnat. Asnjë. Asnjë.
Të themi të vërtetën. Tani si bëhet? Por ne duhet të bëjmë maksimumin që të agjësojmë dhe ti afrohesh vërtetës, ti afrohemi të vërtetës. Kjo është. Ti përpiqesh të bësh me sa më pak balt nga ata që do shkelin mbi balt në politikë, shkelin gjithë në balt, se nuk varet politika nga ty, nga unë, nga tjetri, janë ti afrohemi sa më shumë të drejtës dhe të vërtetës. Kjo është çështja. Ti të garantosh përfaqësim. Dhe këtu pastaj futet fishegu, neve na kanë heq fishekun, ajo që thot Adriatiku. Për referendume me gjitha me radhë. Është e vërtet që në Austri nuk e praktikojnë austriakët, por politika austriake e di shumë mirë, si që janë lek verdët në Francë, që boje gafën ti rrite 1 cent, 0,1 cent, pa na pyetur neve sindikatat e tjerë, unë ta djek Parisin, ta djek Vienën. Kurse këtu, krenojmë që s'ka sindikata. Jo vetëm për faktin që ti nuk ngrihesh, se ngrihesh për Luizin, për Julin, për Big Brotherin, nuk ngrihesh për naftën 2500 lek. Vjen droni. A kupton, vjen droni. Por edhe ta kanë pamundsuar, se thonë, po sikur vemjet bashkohen gjithë bashk të kryet elektrifikimi turmës, se këta janë psikoanalist, politikanët tanë, mund duken kështu si trash, po janë shejtan budallënj, në gjuhë popullore. Pra din ta stigmatizojnë se kur bëhet i rrezikshëm edhe i inferiori, se ne na shikojnë si inferior. Neve po të bashkohemi shumë i rrëzojmë. Çka kanë bërë tash? Goditën arsimin. Studentët të godasin themelet e çdo shteti, çdo diktaturë, mund ta hedhin vetëm rinia. Ata që mendojnë. Ç'a bëhet? Ligji i arsimit lart. U bë një paçavure. Vin njerëzit, o profesor, do ma japësh pezën se do ikin Angliu me gomona. Ikin trind. Sepse kjo fleta bakallit nuk ka asnjë lloj vlere. Po nuk e ditë ti. Ç'a po më duhet mua t'ja blej Adriatikut juridikun, kur unë nuk di ta lexoj ligjin. Ç'a juristi mund të jem unë? Ç'a më duhet mua diploma e mjekësisë, kur unë nuk di anatominë e njeriut. Ktu kemi arritur. Pra janë krijuar idiotë të dobishëm. Dhe neve me diplom. Dhe neve e luftojmë vetëm me sistem dhe mentalitet. Nuk kemi forca të tjera për t'i treguar një formulë, se çdo lloj formule që krijohet nga njeriu është e ndërhyrë. Mund të ndërhyjë atë, por nuk është perfekte, sepse vetë njeriu nuk është perfeksion. Por ç'a mund bëhet? Mund bëhet ajo që Shpendi, Adriatiku, Redi, Indriti, por nuk e ku t'na kapësh, as kemi as lidhje me spakun, as kemi vjedh ndonjëherë, as kemi përdhunu ndonjëherë, as nuk kemi vrarë ndonjëherë. Më jep mundësi të më shikosh vlla. Nëse unë të dal që ata, më hiq. Kjo është pra. Dhe si mund ta rregullosh edhe kundërshtarin? Kur ti i çon 140 veta, njëri arkitekt i mirë, medaljar, tjetri avokat i mirë, tjetri politolog, detyrohet edhe ai që të konkurrojë ty. Pra nuk mund ta marrë dot atë debilin nga Fieri që nuk ka 4 klasë shkollë edhe shmart të rjetë me shtëpia bari. Ai do përdoret nga politika, sepse politikët i duhen lekët e pistat atij, për mos nxjerr nga xhepi. Por në qoftë se ti e fuqizon mentalitetin që njerëzit tani e shikojnë televizor, shikojnë se nuk ka vetëm nga këta rrugëçrit, po pas ka dhe intelektual. Ti japim një herë, fillon e masivizon. Fillojnë masivizojnë rreth krijon një qendër tjetër gravitacionale. Jo domosdoshmërisht ti shkatrosh tjera, sepse ato janë të ndërtuara. Kur njeriu rri në shpellë për një kohë të gjatë në errësirë,